A mund të hahet një frut nëse një pjesë e tij është e kalbur? Shumë prej nesh e kanë bërë këtë. Heqim pjesën e kalbur të mollës, dardhës, pjeshkës apo domates dhe konsumojmë pjesën tjetër. Por çfarë thot mjekësia? Përgjigjja është jo gjithmonë. Kur një frut fillon të kalbet, mikroorganizmat si myqet dhe bakteret mund të përhapen edhe në pjesët që duken të shëndetshme. Ndryshimet nuk janë gjithmonë të dukshme me sy. Tek disa fruta të buta, si luleshtrydhet, pjeshkët, domatet, rushi, kalbëzimi mund të përhapet shpejt në të gjithë frutin. Në këto raste, është më e sigurt që fruti të hidhet. Po molla ose dardha. Frutat më të forta, si molla ose dardha, e kufizojnë më shumë përhapjen e dëmtimit. Nëse dëmtimi është vetëm nga një goditje dhe nuk ka shenja myku, mund të hiqet një pjesë më e madhe rreth zonës së dëmtuar. Por nëse ka myk, erë të pakëndshme ose kalbëzim të dukshëm, rekomandohet të mos konsumohet. Pse duhet kujdes? Disa lloje myku mund të prodhojnë mikotoksina, substanca që mund të jenë të dëmshme për shëndetin. Edhe pse jo çdo myk prodhon toksina, nuk mund ta dallojmë këtë me sy. Kush duhet të ketë kujdes të veçantë? Fëmijët, gratë shtatzëna, të moshuarit, personat me imunitet të dobësuar. Tek këto grupe rekomandohet të mos konsumohen fruta me shenja myku ose kalbëzimi. Rekomandimi Barmed: konsumoni fruta të freskëta dhe ruajini siç duhet. Nëse një frut ka myk ose është dukshëm i kalbur, është më e sigurt ta hidhni sesa të rrezikoni shëndetin. Shëndeti kushton më pak kur parandalojmë sesa kur trajtojmë. Unë jam doktor Bardhili Drizi, ekspert ndërkombëtar i mjekësisë dhe ushqimit.